Koha cilësore, gjuha e dytë e dashurisë. Duhej ta kisha kuptuar që prej fillimit se cila ishte gjuha e parë e dashurisë së Betty Joss. Çfarë po më shprehte ajo atë ditë pranvere kur unë vizitova atë dhe Billy në Little Rock. Billy më siguron një jetë të mirë, por nuk kalon kohë me mua. Për çfarë na duhen të gjitha gjërat e mira që kemi, kur ai nuk kalon kohë me mua? Cila ishte dëshira e saj? Të kalonte kohë cilësore me Billin. Ajo kërkonte thjesht vëmendjen e tij. Ajo donte që ai të përqendrohej tek ajo, t'i kushtonte sado pak kohë, të bënte gjëra me të. Me kohë cilësore, nën kuptoi t'i japësh dikujt vëmendjen tënde të pakushtëzuar. Nuk dua të them të qëndrosh me të në divan duke parë çfarë japin televizionet. Kur e kaloni kohën në mënyrë të tillë, vëmendja juaj merret nga kanalet televizive, jo nga bashkëshorti. Ajo çka dua të them është se duhet të uleni në divan, me televizorin të fikur, të shikoni njëri tjetrin, të bisedoni dhe t'i kushtoni njëri tjetrit vëmendje të plotë. Mund të shëtisni vetëm të dy, të dilni për të ngrënë diçka, të shikoni në sy njëri tjetrin dhe të bisedoni. E keni vënë re ndonjëherë se kur jeni në një restorant e dalloni menjëherë ndryshimin mes një çifti që është në takimet e para dhe një çifti të martuar. Çiftet që janë në takimet e para e shohin në sy njëri tjetrin dhe bisedojnë. Çiftet e martuara rrinë ulur dhe hedhin sy të rrotull duke parë restorantin. A thua se kanë shkuar atje vetëm për të ngrënë? Sa herë që ulem me bashkëshorten dhe i kushtoj vëmendje të plotë për 20 minuta dhe ajo bën të njëjtën gjë me mua, jemi duke i dhuruar njëri tjetrit 20 minuta nga jeta jonë. Këto 20 minuta nuk do të kthehen kurrë mbrapsh. Ne po i japim jetën njëri tjetrit. Kjo është një shprehje në fakt e fuqishme emocionale e dashurisë. Një ilaç i vetëm kurse si nuk mund të shërojë të gjitha sëmundjet. Bëra gabim kur u thash Billy dhe Betty Joss të njëjtën këshill. Mendova se fjalët vlerësuese do të kishin po aq rëndësi për Betty Joss sa dhe për Billin. Shpresova se nëse secili prej tyre do të thoshte fjalët e përshtatshme vlerësuese, klima emocionale do të ndryshonte dhe të dy ata do të ndiheshin sërish të dashuruar. Për Billin kjo funksionoi. Ai filloi të ndihej më pozitiv kundrejt Betty Joss. Filloi të ndjente një vlerësim të sinqert për punën e tij, por për Betty Joss nuk kishte funksionuar njësoj, sepse fjalët vlerësuese nuk kishin gjuha e parë e dashurisë për të. Gjuha e saj ishte koha cilësore. Mora sërish telefonin, bisedova me Billin dhe e falenderova për përpjekjet e tij të mëdha në 2 muajt e kaluar. I thash se kishte bërë një punë të paqme duke i shprehur fjalë vlerësuese Betty Joss dhe se ajo i kishte ndjerë vërtet fjalët e tij. Por ai ma ktheu: "Dr. Chapman, ajo nuk është ende e lumtur, nuk mendoj se gjërat janë përmirësuar me të." "Ke të drejtë," i thash, "dhe mendoj se e di arsyen. Problemi është se unë të sugjerova gjuhën e gabuar të dashurisë." Billy nuk e kishte idenë se çfarë duhet të thosha unë me këtë. I shpjegova se ajo çka e bën një person të ndihet i dashur emocionalisht nuk është gjithmonë e njëjtë me atë që bën një person tjetër të ndihet i dashur. Ai ra dakord me mua se gjuha e tij e dashurisë ishin fjalët vlerësuese. Më tregoi se sa e rëndësishme kishte qenë kjo për të kur ishte i vogël dhe se sa mirë ishte ndjerë kur Betty Joss shprehu vlerësimin e saj për gjërat që ai kishte bërë. I shpjegova se gjuha e parë e dashurisë për Betty Joss nuk ishin fjalët vlerësuese, por koha cilësore. I shpjegova se çfarë është i kushtosh vëmendje të plotë dikujt. Jo të flasësh me të teksa lexon gazetën, shikon televizor, por duke e parë në sy, duke i kushtuar plotësisht vëmendje, duke bërë bashkë me të diçka që asaj i pëlqen. Si për shembull të shkoj në një koncert simfonik me të? Më thaj. Arrita menjëherë të kuptoja se drita do të shkëlqenin sërish në atë shtëpi në Little Rock. "Dr. Chapman, ajo vetëm për këtë ankohet, nuk bëj asgjë me të, nuk kaloj kohë me të. Më thot se para se të martoheshim shkonim në vende të ndryshme bashkë dhe çfarë nuk bënim, ndërsa tani unë jam gjithmonë i zënë. Po kjo është gjuha e saj e dashurisë, nuk ka më asnjë dyshim për këtë. Po çfarë të bëj tani unë? Puna ime kërkon shumë angazhim."
Më fol pak për këtë, i thash. Gjatë 10 minutave në vazhdim, ai më shpjegoi historinë e ulje-ngritjeve të tij në shkallët e karrierës, se sa shumë kishte punuar dhe sa krenar ndihej për arritjet e tij. Më foli për ëndrat e tij për të ardhmen dhe se e dinte që brenda 5 vjetëve të ardhshëm do të arrinte me siguri aty ku donte. Do të arrish i vetëm apo do që t'jesh me Betty John dhe me fëmijët? E pyeta. Dua që ajo t'jetë me mua, Dr. Chapman. Dua që ajo ta shijoj bashkë me mua suksesin tim. Ja pse gjithmonë lëndohem kur ajo më kritikon se e kaloj pjesën më të madhe të ditës në punë. Gjithçka po e bëj për ne. Dua që ajo të jetë pjesë e arritjeve të mia. Por ajo është gjithmonë negative. Ke filluar ta kuptosh pse mban gjithmonë një shëndrim kaq negativ, Bill? E pyeta. Gjuha e saj e dashurisë është koha cilësore. I ke kushtuar aq pak kohë sa tani gota e saj e dashurisë është zbrazur. Nuk ndihet më e sigurt për dashurinë tënde. Ja pse ka marrë natë të vetmen gjë që të ha kohën dhe për të cilën ti shqetësohesh më shumë. Pra, punën tënde. Nuk është se ajo e urren vërtet punën tënde. Ajo urren faktin se ndjen që ti i fal pak dashuri. Përgjigjja është një dhe e vetme, Bill, dhe ajo është shumë e çmueshme. Duhet të rifitosh kohën e humbur me Betty John. Duhet ta dashurosh atë me anë të gjuhës së duhur të dashurisë. E di që keni të drejtë, Dr. Chapman, por nga t'ja nis. E ke bllokun tënd të shënimeve? Atë ku shkruan listë me gjëra pozitive që ti mendoje për Betty John? Këtu e kam. Në rregull, tani do të bëjmë një listë tjetër. Cilat janë disa nga gjërat që ti mendon se Betty Jo do të donte të bënte me ty? Gjëra që ajo mund t'i ketë përmendur për gjatë viteve që keni jetuar bashkë. Kjo është lista e Billit. Të kalojmë fundjavat në mal, të dal me të për drek, të marrim një dado dhe të dalim për darkë të dy bashkë. Kur vi vonë në mbrëmje, ajo dëshiron që të ulemi dhe të bisedojmë, që unë t'i tregoj si e kalova ditën dhe ajo të më tregoj si e ka kaluar ditën e saj. Ajo nuk do që unë të shikoj televizor teksa përpiqemi të bisedojmë. Të kalojmë kohë duke biseduar me fëmijët për përvojat e tyre në shkollë. Të kalojmë kohë duke luajtur me fëmijët. Të shkojmë për piknik me fëmijët një të diel dhe unë të mos ankohem për milingonat apo misat. Të bëjmë pushime familjare të paktën një herë në vit. Të dalë shëtitje me të dhe të bisedojmë teksa ecim. Këto janë disa nga gjërat që ajo më ka kërkuar gjatë këtyre viteve. Tha ai. Bill, e di çfarë do të sugjeroj? Apo jo? Se duhet i bëj këto? Apo jo? E drejt. Bëj një prej tyre çdo javë për 2 muaj rresht. Ku do ta gjesh kohën? Do t'ja dalësh mban. Ti je njeri i zgjuar. Nuk do t'isha aty ku je sot, nëse nuk do t'ishe nga ata persona që marrin vendimet e duhura. Ti ke aftësinë ta planifikosh jetën tënde dhe të përfshish në të edhe Betty John. E di, më tha ai, mund t'ja dal. Bill, e di që kjo nuk do të zbej as pak synimet e tua profesionale. Kjo do të thosë se kur të arrish majat që dëshiron, Betty Jo dhe fëmijët do t'jem bashkë me ty. Kjo është ajo që dëshiroj më shumë ti. Nuk ka rëndësi nëse arri majat apo jo, unë dua thjesht të jemi lumtur dhe ta shijoj jetën me të dhe me fëmijët. Kaluan shumë vjet pas kësaj ngjarjeje. Billi dhe Betty Jo pësuan uljen ngritjet e tyre. Por rëndësi ka që ja dolën banë së bashku. Fëmijët u larguan nga foleja e tyre. Billi dhe Betty Jo janë dakord se këto vite ishin më të mirat për ta. Billi është ndëruar në një adhurues të zjarrt të simfonive, ndërsa Betty Jo ka bërë ndryshime rrënjësore në listën e gjërave pozitive që vlerëson tek Billi. Ai nuk lodhet kurrë së i dëgjuari. Tani më, ai ka hapur kompaninë e tij dhe është sërish afër majave ku dëshiron të ishte. Puna e tij nuk përbën më një kërcënim për Betty John. Ajo ndihet e emocionuar për të dhe inkurajon sa herë që jepet mundësia. Ajo është e vetëdijshme se është më e rëndësishmja në jetën e tij. Gota e saj e dashurisë tani më është plot dhe nëse fillon të boshatiset sadopak, ajo e di se nëse i bën Billi një kërkesë të vetme, ai do t'i kushtojë asaj vëmendje të plot. Vëmendje të plot. Nuk mjafton të qëndroni në një dhomë me dikë.
Një nga gjërat më themelore kur I kushtoni bashkëshortit apo bashkëshortes tuaj kohë cilësore është t'u kushtoni vëmendje të plotë, sidomos në një periudhë me kaq shumë shpërqendrime. Kur një baba qëndron ulur në dysheme dhe I hedh topin djalit të tij 2 vjeçar, vëmendja e tij nuk është e përqendruar tek topi, por tek fëmia. Në atë moment të shkurtër, sado pak të zgjas, ata janë së bashku. Megjithatë, nëse babai është duke folur në telefon ndërkohë që I hedh djalit topin, vëmendja e tij është më e zbetë. Disa bashkëshorë dhe bashkëshorte mendojnë se janë duke kaluar kohë së bashku, por në të vërtetë janë thjesht duke përjetuar një moment afërsie. Janë në të njëjtën shtëpi, në të njëjtën kohë, por nuk janë së bashku. Një grua që është duke dërguar një mesazh në celular teksa burri I saj përpiqet I flasë, nuk po I kushton atij kohë cilësore, sepse ai nuk ka vëmendjen e saj të plotë. Kohë cilësore nuk do të thotë të kalojmë momente së bashku duke parë njëri tjetrin në sy, por të jemi duke bërë diçka së bashku, duke I kushtuar vëmendje të plotë personi tjetër. Aktiviteti në të cilin mund të jemi të përfshirë të dy është rastësor, por nga ana emocionale është shumë e rëndësishme që po kalojmë kohë së bashku duke u përqendruar plotësisht tek njëri tjetri. Aktiviteti në këtë rast është mjeti që krijon ndjesinë e diçkaje të bërë bashkarisht. Gjëja më e rëndësishme kur babai është duke I hedhur topin djalit të tij 2 vjeçar, nuk është vetë aktiviteti, por emocionet që krijohen mes babait dhe fëmijës. E njëjta gjë ndodh edhe kur një burr dhe një grua janë duke luajtur tenis. Nëse kjo është një kohë vërtet cilësore, ata nuk do të përqendrohen te loja, por te fakti që janë duke kaluar kohë së bashku. Ajo që ka më shumë rëndësi është çka ndodh në aspektin emocional. Kalimi I kohës së bashku me një qëllim të përbashkët tregon se e duam njëri tjetrin, na pëlqen të qëndrojmë me njëri tjetrin dhe të bëjmë gjëra së bashku. Bashkëbisedimi cilësor. Njësoj si fjalët vlerësuese, edhe gjuha e kohës cilësore ka njësër dialektesh. Një nga dialektet më të zakonshme është bashkëbisedimi cilësor. Me anë të bashkëbisedimit cilësor, nënkupton një dialog dashamirës ku 2 individ janë duke ndarë përvojat e tyre, mendimet, ndjenjat dhe dëshirat në një kontekst miqësor dhe të shpenguar. Shumë nga ata që thonë se bashkëshortët e tyre nuk flasin, nuk duan të thonë se ai ose ajo mezi nxjerr një fjalë nga goja. Ata nënkuptojnë se ai ose ajo rrallëherë merr pjesë në një dialog dashamirës. Nëse gjua e parë e dashurisë së bashkëshortit, bashkëshortes është koha cilësore, një dialog I tillë është thelbësor që ai apo ajo të përftojë ndjesinë emocionale se e dashurojnë. Bashkëbisedimi cilësor ka ndryshime të mëdha nga gjua e parë e dashurisë që ne diskutuam. Fjalët vlerësuese përqendrohen tek ato që themi, ndërsa bashkëbisedimi cilësor përqendrohet tek ato që dëgjojmë. Nëse unë jam duke përcjell dashuri me anë të kohës cilësore dhe ne do ta kalojmë kohën duke bashkëbiseduar, do të thotë se do të përpiqemi të dy që të përfshihemi sa më shumë në ato që po ndodh. Unë do të dëgjoj me shumë dashamirësi gjithçka që ke për të thënë. Do të bëj pyetje me çiltërsi, jo në një mënyrë ngacmuese, por me dëshirën e madhe për të kuptuar mendimet, ndjenjat dhe shpresat e tua. Patrikun e kam njohur kur ishte 43 vjeç dhe kishte 17 vjet martesë. E mbaj mend mirë atë, sepse fjalët e tij të para ishin shumë dramatike. U ul në koltukun e lëkurës në zyrën time dhe pasi përfundoi prezantimin me një frym, u përkul drejt meje dhe shumë I emocionuar më tha: "Doktor Chapman, jam treguar budalla, një budalla I vërtet." "Çfarë të ka nxitur të arrish në këtë përfundim?" e pyeta. "Kam 17 vjet I martuar," më tha. "Më ka lënë gruaja. Tani kuptova sa budalla jam treguar." "Po pse e treguar budalla?" ja ktheva unë duke përsëritur pyetjen time të parë. Sa herë që gruaja vinte në shtëpi pasi kishte mbaruar punën, më tregonte për problemet që kishte në zyrë. Unë e dëgjoja dhe I thosha se çfarë mendoja se duhej të bënte. Nuk kishte rast që të mos e këshilloja. I thosha se duhej të përballej gjithmonë me problemet, në të kundërt nuk zgjidheshin vetë. I thosha se ajo duhej të fliste me njerëzit në fjalë ose me eprorin, në të kundërt problemet nuk zhdukeshin.
Ditën tjetër, ajo kthehej sërish nga puna dhe më fliste për të njëjtat probleme. E pyesja nëse i kishte bërë ato që i kisha sugjeruar unë një ditë më parë. Ajo tunte kokën dhe më thoshte jo. Unë ja përsërisja këshillën time, i thosha se kjo ishte mënyra e vetme për ta zgjidhur situatën. Ajo kthehej sërish nga puna ditën tjetër dhe më fliste për të njëjtat probleme, dhe unë sërish e pyesja nëse kishte bërë ato që i kisha sugjeruar. Ajo tunte kokën dhe më thoshte jo. Pasi kishte kaluar 3-4 net nga kjo ngjarje, unë e vrikosa. I thash të mos priste më ta ngushëlloja nëse nuk kishte gatshme të ndiqte këshillat e mia. Nuk ishte pse t'jetonte me një tension apo stres të tillë. Problemin do ta zgjidhte shumë shpesh, duke bërë ato që i thosha unë. Lëndohesha sa herë që e shikoja duke bërë një jetë aq të stresuar, sepse dija që nuk kishte nevoja të jetonte në atë mënyrë. Sa herë që e diskutonte këtë problem me mua, i thosha: "Nuk dua të flasi më për këtë temë. Ta kam thënë se çfarë duhet të bësh. Nuk dua të dëgjoj fare nëse nuk do t'ja vësh veshin këshillës sime." Largohesha dhe vazhdoja me punët e mia. Tani e kuptoj se ajo nuk donte këshillat, por mirë kuptimin tim. Donte që unë ta dëgjoja, t'i kushtoja vëmendje, t'i tregoja se i kuptoja problemet, stresin dhe presionin që përjetonte në punë. Ajo donte të dinte se unë e dashuroja dhe isha me të. Ajo nuk kërkonte një këshill, por vetëm të dinte që unë e kuptoja. Unë isha tepër i zënë duke i dhënë këshillat e mia dhe tani ajo nuk është më me mua. Si është e mundur që këto gjëra nuk i kupton dot kur je duke i përjetuar vetë? Më pyeti ai. U tregova i verbër dhe nuk e kuptova çfarë po ndodhte. Vetëm tani e kuptoj se sa shumë me kam shkënjyer. Gruaja e Patrikut praktikisht po i lutej këtij të fundit për një bashkëbisedim cilësor. Nga ana emocionale, ajo kërkonte me dëshpërim që ai t'i kushtonte vëmendje të plot, duke dëgjuar vuajtjet dhe shkënjimet e saj. Patriku nuk përqendrohej tek dëgjimi, por tek kthimi i përgjigjes. E dëgjoi mjaftueshëm sa për të kuptuar problemin dhe për të formuluar një zgjidhje. Nuk e dëgjoi mjaftueshëm apo aq mirë sa duhej për të kuptuar kërkesën e saj për mbështetje dhe mirëkuptim. Shumë prej nesh që janë të ngjashëm me Patrikun, jemi mësuar të analizojmë probleme dhe t'japim menjëherë një zgjidhje. Shpesh harrojmë se martesa është një marrëdhënie, jo një projekt i cili duhet përfunduar apo një problem për të zgjidhur. Një marrëdhënie kërkon dëgjim, me anë të cilit të kuptojmë mendimet, ndjenjat dhe dëshirat e personit tjetër. Duhet jemi gjithmonë të gatshëm të japim këshilla, por vetëm kur na e kërkojnë dhe kur me mos përfillje. Janë të paktë ata që janë të mësuar apo kanë aftësinë të dëgjojnë. Ne jemi shumë herë më efikas në të menduar dhe në të folur. Të mësosh të dëgjosh mund të jetë po aq e vështirë sa të mësosh një gjuhë të huaj. Megjithatë, është e domosdoshme ta mësojmë nëse duam të shprehim dashurinë. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur gjuha e parë e dashurisë së bashkëshortit apo bashkëshortes është koha cilësore, dhe dialekti i tij apo i saj është bashkëbisedimi cilësor. Për fat mirë, një sër artikush dhe shumë libra janë shkruar për të zhvilluar artin e dëgjimit. Nuk dua të përsërit ato që janë shkruar diku tjetër, por t'ju sugjeroj të lexoni dhe të zbatoni këtë përmbledhje me këshilla praktike. 1. Shikojini në sy bashkëshortin sa herë që bisedoni me të. Kjo gjë ju ndihmon të mos shpërqendroheni dhe tregon se ai apo ajo ka vëmendjen tuaj të plot. 2. Mos dëgjoni bashkëshortin ndërkohë që jeni duke u marrë me diçka tjetër. Mos harroni koha cilësore nën kupton t'i kushtoni dikujt vëmendje të plot. Nëse jeni duke bërë diçka të cilën nuk e ndërprisni dot, thojini bashkëshortit të vërtetën. Një reagim pozitiv do t'ishte: e di që po përpiqesh të flasësh me mua dhe jam shumë i interesuar, por dua të të kushtoj vëmendje të plot. Tani nuk e bëj dot këtë, por nëse më jep 10 minuta kohë sa të mbaroj këtë punë, do të ulem dhe do të dëgjoj. Pjesa më e madhe e bashkëshortëve do të respektojnë këtë. 3. Përpiquni të dëgjoni ndjenjat, pyesni veten, çfarë emocioni është duke përjetuar bashkëshorti im. Nëse mendoni se keni gjetur përgjigjen e duhur, atëherë konfirmojeni. Për shembull,
Më duket si e zhgënjur sepse unë harrova. Kjo I jep mundësi atij që të qartësoj ndjenjat, por gjithashtu tregon se jeni duke dëgjuar me vëmendje atë çka thot. 4. Vëzhgoni gjuhën e trupit. Grushtet e mbledhura, duart që dridhen, lotët, vetullat e ngrysura dhe lëvizja e shpejtë e syve mund t'ju ndihmojnë të kuptoni ndjenjat e tjetrit. Ndonjëherë gjuha e trupit nënkupton diçka tjetër nga ajo që thon fjalët. Pyesni dhe kërkoni sqarime për t'u siguruar se çfarë ndjen apo mendon personi tjetër. Refuzoni ndërprerjen. Është e 5. Refuzoni ndërprerjen. Studimet e kohëve të fundit tregojnë se shumë individë dëgjojnë vetëm 17 sekonda para se ta ndërpresin tjetrin. Nëse unë I kushtoj dikujt vëmendjen time të plotë ndërkohë që ai flet, duhet të vetë përmbahem duke mos mbrojtur veten, hedhur akuza apo mos cilësuar pozicionin tim në mënyrë dogmatike. Qëllimi im është të zbuloj mendimet dhe ndjenjat e tua dhe jo të mbroj veten apo të kritikoj. Objektivi im është të kuptoj. Mësoni të flisni. Bashkëbisedimi cilësor nuk kërkon vetëm dëgjim dhe mirë kuptim, por edhe vetë zbulim ndjenjash. Kur gruaja thot do të doja shumë që bashkëshorti im të fliste, asnjëherë nuk e di se çfarë ndjen apo mendon ai, ajo është duke kërkuar intimitet. Ajo dëshiron të krijojë afërsi me bashkëshortin e saj. Por si mund të ndihet e afërt me dikë të cilin nuk e njeh as pak? Mënyra vetme që ajo të ndihet e dashuruar është që ai të mësoj të zbulojë ndjenjat e tij. Nëse gjuha e saj e parë e dashurisë është koha cilësore dhe dialekti është bashkëbisedimi cilësor, atëherë gota e saj emocionale nuk do të mbushet kurrë derisa ai t'i tregojë se çfarë ndjen apo mendon. Veçzbulimi I ndjenjave nuk është diçka e lehtë për shumë prej nesh. Shumë njerëz janë rritur në familje ku shprehja e mendimeve apo e ndjenjave nuk është inkurajuar, por është ndëshkuar. Nëse një fëmijë kërkon një lodër, mund të dëgjojë një fjalim të gjatë mbi gjendjen e vështirë financiare të familjes. Fëmia largohet duke u ndjerë fajtor që ka një dëshirë të tillë dhe mëson shumë shpejt t'i ndrydh dëshirat. Por edhe në rastet kur ai shpreh inat, prindërit reagojnë me fjalë të serta dhe ndëshkuese. Si rrjedhoj, fëmia ka mësuar se shprehja e inatit që ndjen për brenda është diçka e papërshtatshme. Nëse fëmia është ndjerë fajtor se ka shprehur zhgënjimin që nuk shkoi dot në dyqan bashkë me tatin, atëherë ai ka mësuar ta mbajë këtë zhgënjim për brenda. Deri në momentin kur arrim në moshën madhore, shumë prej nesh kanë mësuar të mohojnë ndjenjat. Kemi humbur lidhjet me anën tonë emocionale. Një bashkëshorte pyet të shoqen, çfarë mendon për atë që bëri Stivi? Burri I përgjigjet, mendoj se ai gaboi rënd, ai duhet të... Ndërkohë që nuk është duke shprehur ndjenjat e tij. Ai po u jep zë mendimeve, jo ndjenjave. Ndoshta ka një arsye për t'u ndjerë I inatosur, I lënduar apo dhe I zhgënjur, por ai ka jetuar prej shumë kohësh në një botë me mendime si kjo jona dhe nuk arrin të kuptojë ndjenjat e tij. Kur të vendos të mësoj gjuhën e bashkëbisedimit cilësor, për të do t'jetë si të mësoj një gjuhë të huaj. Pika për nga duhet të filloj është lidhja me ato që ai ndjen, të kuptoj se është një krijesë emocionale, përpos faktit se e ka mohuar gjatë pjesës më të madhe të jetës. Nëse duhet të mësoni gjuhën e bashkëbisedimit cilësor, filloni duke mbajtur shënim emocionet që ndjeni kur jeni larg shtëpisë. Merrni një blok të vogël shënimesh në bajni me vete çdo ditë. 3 herë gjatë çdo dite pyesni veten. Çfarë emocionesh kam ndjerë gjatë këtyre 3 orëve të fundit? Çfarë ndjeva rrugës për në punë kur mund gjit një shofer nga ata që të vijën pas duke I rënë boris pa pushim? Çfarë ndjeva kur ndalova në pikën e karburantit kur pompa automatike nuk u fik në kohë dhe makina ime u mbulua me naftë? Çfarë ndjeva kur arrita në punë dhe mora vesh se projekti me të cilin po punoja duhet të përfundonte brenda 3 ditëve, ndërkohë që mendoja se kisha edhe 2 javë të tjera kohë?
Shkruani ato që ndjeni në bllokun e shënimeve dhe këto fjalë do t'ju ndihmojnë të kujtoni ngjarjen që përputhet me një ndjenjë të caktuar. Lista juaj duhet dhe mund të ketë një pamje të tillë. Ngjarja, shoferi pas meje. Ndjenjat e nevrikosur. Ngjarja, pika e karburantit. Ndjenja, shumë e mërzitur. Ngjarja, afati i përfundimit të projektit për 3 ditë. Ndjenja, e irrituar dhe në ankth. Bëjeni këtë ushtrim 3 herë në ditë dhe do të zhvilloni njohjen e natyrës suaj emocionale. Duke përdorur si gjithmonë bllokun e shënimeve, komunikoni emocionet tuaja dhe ngjarjet që ju ndodhin me bashkëshortët gjatë sa më shumë ditëve që të jetë e mundur. Brenda pak javëve, do të ndiheni shumë më të lirshëm teksa i shprehni atij apo asaj emocionet tuaja. Shumë shpejt do të ndiheni rehat teksa diskutoni emocionet tuaja me bashkëshortët, fëmijët, por po ashtu edhe të ndani me ta ato që ndodhin brenda shtëpisë. Mos harroni asnjëherë se emocionet nuk janë as të mira as të këqija. Janë thjesht reagime psikologjike përkundrejt ngjarjeve të jetës. Ne marrim vendime bazuar në mendimet dhe emocionet që ndjejmë. Në rastin kur shoferi po ju ndiqte me makinë në autostradë, ju ndjete nevrikosur dhe me gjas keni menduar këto gjëra. Sa do të doja ta kishte lënë me kaq, sa do të doja të ma kalonte dhe kaq. Nëse nuk do të më kapte njëri, do të shkelja gazin dhe do të alija pas në semafor, po sikur të shkel frenat dhe kompania e tij e sigurimit të më blej një makinë të re. Ndoshta mund të hap krahun diku dhe ta lë të kaloj. Për pasoj, ju keni marrë disa vendime, ose shoferi tjetër është tërhequr, është kthyer diku tjetër, ju ka parakaluar dhe keni arritur shëndoshe mirë në punë. Nëse cilën prej këtyre ngjarjeve ne kemi përjetuar emocione, kemi menduar, dëshiruar dhe si rrjedhoi, edhe kemi vepruar. Pikërisht këtë proces e quajmë vetë-zbulim. Nëse vendosni të mësoni dialektin e dashurisë së bashkëbisedimit cilësor, kjo është rruga që duhet të ndiqni. Deti i vdekur dhe porroi që nuk pushon. Jo të gjithë jemi të shkëputur nga emocionet, por kur vjen puna tek të folurit, të gjithë ndikohemi nga personaliteti ynë. Deri më tani, unë kam vëzhguar 2 tipa kryesor personalitetesh. Të parit i kam vënë emrin deti i vdekur. Në shtetin e vogël të Izraelit, deti Galile rrjedh në jug, për krah lumit Jordan dhe derdhet në detin e vdekur. Deti i vdekur nuk derdhet gjëkund, ai merr, por nuk jep. Një personalitet i tillë përjeton shumë përvoja, emocione dhe mendime përgjatë një dite. Këta tipa mbartin një rezervuar të madh, ku ruajnë informacionet dhe janë shumë të lumtur për faktin që nuk flasin. Nëse një personaliteti si deti i vdekur i thua çfarë ke pse nuk po flet sonte, me siguri ai do të përgjigjet, nuk kam asgjë, pse mendon se kam diçka. Kjo përgjigje është e sinqertë, ai ndihet i kënaqur që nuk flet. Mund të udhtoj me makinë nga Chicago në Detroit, pa thënë gjysmë fjalë dhe prap ndihet i lumtur. Ndërsa ekstremi tjetër i këtij personaliteti është porroi që nuk pushon. Për një personalitet të tillë, çfarëdo lloj gjëje që hyn nga porta e syve dhe porta e veshëve, shprehet me fjalë brenda një intervali jo më të gjatë se 60 sekonda. Çfarëdo lloj gjëje që ky personalitet shikon me sy apo dëgjon me vesh, e shpreh edhe me fjalë. Nëse nuk kanë njeri në shtëpi me të cilin të flasin, ata i telefonojnë dikujt dhe i thonë, e di çfarë kam parë, e di çfarë kam dëgjuar? Nëse nuk arrin të lidhe me dikën në telefon, fillojnë të flasin me vete, sepse nuk kanë një rezervuar ku të arkivojnë informacionet. Ndodh shpesh që një det i vdekur të martohet me një porrua që nuk pushon. Kjo ndodh sepse gjatë periudhës së njohjes ata tërhiqen shumë nga njëri tjetri. Nëse ju jeni një det i vdekur dhe dilni me një porrua që nuk pushon, do të kaloni një mbrëmje të mrekullueshme. Nuk keni pse të vrisni mendjen. Si do ta hap bisedën sonte? Çfarë duhet të bëj që biseda jon të rrjedh? S'keni pse e vrisni mendjen fare. Në fakt nuk keni pse të mendoheni fare për këtë. Mjafton të tundni kokën dhe të thoni Ajo do të flasë gjithë mbrëmjen dhe ju do të ktheheni në shtëpi duke thënë sa njeri i mrekullueshëm.
Nga ana tjetër, nëse jeni një përrua që nuk pushon dhe dilni me një det të vdekur, do të kaloni gjithashtu një mbrëmje të mrekullueshme sepse deti i vdekur është dëgjuesi më i mirë në botë. Ju do të dërdëllitni për 3 orë rresht. Ai do t'ju dëgjojë me vëmendje dhe do të ktheheni në shtëpi duke thënë sa njeri i mrekullueshëm. Të riqeni shumë nga njëri tjetri. Por, pas 5 vjetësh martesë, përroj që nuk pushon zgjohet një ditë të bukur dhe thot, kemi 5 vjetë martesë dhe nuk e njoh atë. Deti i vdekur mund të thot, unë e njoh shumë mirë atë, sa do të doja të mos fliste më dhe të më linte pak të qetë. Lajmi i mirë është se detet e vdekura mund të mësojnë të flasin dhe përrojnë që nuk pushojnë mund të mësojnë të dëgjojnë. Ne ndikohemi nga personaliteti ynë, por kurse si nuk është personaliteti ai që na kontrollon. Një nga mënyrat për të mësuar zakone të reja është duke përcaktuar një kohë ditore kur secili prej nesh të flasë për 3 nga gjërat që ju kanë ndodhur atë ditë dhe çfarë ndjeni për to. Unë e quaj këtë kërkesa minimale ditore për një martesë të shëndetshme. Nëse ju filloni me minimumin ditor, vetëm pas disa javësh apo muajsh do të zbuloni se komunikoni lirshëm me njëri tjetrin, me anë të bashkëbisedimit cilësor. Aktivitete cilësore. Përveç gjuhës themelore të dashurisë, si koha cilësore, apo vëmendja e plotë që duhet i kushtoni bashkëshortit tuaj, ekziston edhe një dialekt tjetër, ai i aktiviteteve cilësore. Në një seminar të fundit për martesën, u kërkova çifteve të plotësonin fjalinë e mëposhtme. Ndihem i dashur nga gruaja apo bashkëshorti im kur... Kjo është një nga përgjigjet që më dha një 29 vjeçar i cili kishte 8 vjet martesë. Ndihem i dashur nga gruaja ime kur bëjmë diçka së bashku, gjëra që më pëlqejnë mua të bëj, por edhe gjëra që i pëlqen asaj të bëj. Bisedoj më shumë. Më duket sikur jemi në takimet tona të para të periudhës së njohjes. Kjo është një përgjigje tipike që japin zakonisht ata që si gjuhë të parë të dashurisë përdorin kohën cilësore. Theksi në këtë fjali është fakti të qenurit bashk, të bërë gjëra së bashku dhe dhënia e vëmendjes së plotë. Në aktivitetet cilësore mund të përfshihet gjithçka për të cilën një apo të 2 partnerët kanë interes. Nuk ka rëndësi çfarë bëni, por arsyeja pse e bëni. Qëllimi është të përjetoni diçka së bashku dhe kur mbaroni së bëri atë, të largoheni duke menduar, unë i interesoj, ai ishte i gatshëm të bënte me mua diçka që më pëlqen dhe për më tepër u tregua shumë optimist për këtë. Kjo është dashuria dhe për disa persona, ky është zëri më i fortë i dashurisë. Një nga gjërat më të parapëlqyera të Emilis gjatë kohës së lirë është të endet nëpër librari, duke filluar nga librari gjigante deri tek ato vrimat e miut ku shiten libra të përdorur. Bashkëshorti i saj, Xhefi, i cili nuk është kaq i dhënë pas leximit, ka mësuar t'i ndajë këto përvoja me Emilin. Madje arrin të zgjedhë edhe librat që asaj mund t'i pëlqejnë. Ndërsa Emili nga ana tjetër ka mësuar të bëjë kompromise dhe të mos e detyrojë Xhefin të kalojë orë të tëra me spirgjeve me libra. Si rrjedhoi Xhefi thot me krenari, jam betuar se nëse Emili do të dojë një libër, do t'ja blej menjëherë. Xhefi ndoshta nuk bëhet kurrë një krimb librash, por ka arritur të dashurojë Emilin në mënyrën më të mirë të mundshme. Pjesë e aktiviteteve cilësore mund të jetë ndërtimi së bashku i një kopshti të vogël në shtëpi, vizitat në lagjet historike, blerja e gjërave antike, shkuarja në një koncert, shëtitjet e gjata, apo të ftoni një çift tjetër në shtëpinë tuaj për të ngrënë një vakt apo një supë të gatuar në shtëpi. Aktivitetet mund të kufizohen vetëm nga interesi apo gatishmëria juaj për përvoja të reja. Elementët kryesorë në një aktivitet cilësor janë: 1. Dëshira e të paktën një prej partnerëve për ta bërë këtë. 2. Personi tjetër duhet jetë i gatshëm për ta bërë. Dhe 3. Të 2 partnerët e dinë pse po e bëjnë, për të shprehur dashurinë duke bërë diçka së bashku. Një nga avantazhet e aktiviteteve cilësore është se ato krijojnë një lloj banke kujtese, tek e cila do të gjeni kujtime në vitet që do të pasojnë. Janë me fat çiftet që kujtojnë një shëtitje buzdetit herët në mëngjes,
pranverën kur mbollën lulet në kopshtin e tyre, kur i zuri urthi duke ndjekur lepujt në pyll natën, kur kanë parë për herë të parë bashkë një ndeshje të rëndësishme, herën e parë dhe të vetme kur shkuan të bënin ski së bashku dhe ai theu këmbën, këndet e lojrave, koncertet, katedralet dhe po, edhe të merin që kanë përjetuar kur janë gjendur poshtë një ujëfare pasi kanë gjitur malin për ja 3 kilometra. U vjen ende në mendje mjekulla teksa përpiqen ta kujtojnë. Këto janë kujtimet e dashurisë, sidomos për një person i cili ka si gjuse melore të dashurisë atë të kohës cilësore. Por ku ta gjejmë kohën për të kryer aktivitete të tilla, sidomos kur të dy partnerët kanë profesione të spikatura që i detyrojnë të mos qëndrojnë shumë në shtëpi? Është arritje e madhe kur gjejmë pak kohë për të ngrënë drekë ose darkë së bashku. Përse? Aktivitetet cilësore janë të rëndësishme për martesën, po aq sa është ushqimi për shëndetin. A është e vështirë të arrihet kjo? Kërkon një planifikim të menduar mirë? Po, mos kjo do të thotë se duhet të heqim dorë nga një aktivitet individual? Ndoshta. A do të thotë kjo se bëjmë disa gjëra që në fakt nuk i pëlqejmë edhe aq shumë? Sigurisht. A ja vlen kjo? Pas një dyshim. Çfarë përfitoj unë nga kjo? Kënaqësinë e të jetuarit me një bashkëshort i cili ndihet i dashur dhe e di se unë kam mësuar të flas rrjedhshëm gjuhën e tij. Ky është një falënderim për Billin dhe Betty John në Little Rock, të cilët më mësuan vlerën e gjuhës së parë të dashurisë, fjalët vlerësuese dhe të gjuhës së dytë të dashurisë, kohën cilësore. Tani do të shkojmë në Chicago, në zbulim të gjuhës së tretë të dashurisë. Radha juaj, çfarë ju pengon që të kaloni kohë cilësore në martesën tuaj?